Kryetari i Kuvendit më në fund gjeti zgjidhje se si të vazhdoj punën e Komisionit Parlamentar për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini. Ai e caktoi deputeten Imërlies Aliu nga radhët e Vlenit që të kryesojë me seancën e sotme të këtij komisioni. Megjithatë, seanca kësaj radhe u ndërprer për shkak të ligjit të Branitellav. Përkatësisht, deputeti LSDM-s Jovanka Trenčevska kërkoi në fillim të seancës që në rendite të futet edhe ligji për Branitella. Kam propozim për plotësim të rendit të ditës, edhe atë, si pikë e parë e rendit të ditës, të shtohet propozim ligji për të drejtat e posaçme të pjesëtarëve të forcave të sigurisë së Maqedonisë së Veriut, me procedurë të shkurtuar. Megjithatë, Saliu nuk pranoi këtë kërkesë dhe tha se afati i shqyrtimit të këtij propozimi sipas rregullorës ka kaluar. Unë do kisha dashur që ju si Lidhje Social-Demokrate të hiqni dorë nga tendenca juaj për të futur propozim ligjin për Branitella në rend dite, sepse ashtu si që keni parë, gjatë gjithë kohës nuk jeni konsistent në qëndrimet tuaja dhe insistimi juaj realisht më duket i panevojshëm. Për këtë arsye, si që shoh, unë do e mbill këtu këtë seancë në një afat të pacaktuar. Nga ana tjetër, deputeti i Frontit Evropian Elmi Aziri tha pas përfundimit të seancës se çështja e propozim ligjit të Branitellave ka përfunduar në kohën kur komisionin e udhëhiqte deputetja Ilire Dauti. Domethënë gjithçka ka përfunduar në kohën kur komisionin e udhëhiqte zonja Ilire Dauti dhe gjithë ajo që po shohim tani është një teatër i panevojshëm sa për të bërë zhurmë dhe për të tendencë për të stolis me puplat huaja për cilat ne mendojmë që nuk kemi nevojë as për regji as për teatrat të tilla. Autorizimi nga ana e kryetarit të Kuvendit të deputetit tjetër për të udhëhequr deputetes në këtë rast për të udhëhequr Komisionin për Punë Sociale, Demografi dhe Rini ka qenë i panevojshëm s'paku nga dimensioni korrektësisë edhe ndaj kolegis Ilire Dauti, po edhe ndaj Frontit Evropian. Aziri më teshtoi se nuk heqin dorë nga kërkesa e tyre që kryeparlamentarit të therasë sërish seancën, që të hedhen poshtë konkluzionet e interpelancës dhe ta propozojnë sërish Ilire Dautin për kryetare të komisionit.